Hello. Unë jam Muhamet Bishka, për ata që më njohin, dhe në minutat në vazhdim do të ndaj një informacion shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me mënyrën se si të nisë dikush një biznes online me kosto zero. Dhe që të kuptoni vërtet se si niset një biznes online me kosto zero, unë do të tregoj historinë time se si unë ja kam nisur dhe kam ndërtuar sot një platformë globale për bizneset e vogla dhe të mesme. Kjo platformë sot quhet Panajri Online. Por, kur e kam nisur si projekt, as emri nuk i dija. Për herë të parë kam qenë në tetor 2013, kam qenë në Janin me pushime dhe kaloj në një rrugicë dhe shikoj 4 dyqane njëra pas tjetrës që kishin nga një shitse përpara një kompjuteri dhe nuk ishte asnjë klient brenda në dyqan. Dhe mendimi që më erdhi në mendje ishte si të krijoj një sistem që këto shitset gjatë kohës që nuk kanë klienta në dyqan të mund të punojnë dhe të gjejnë klienta dhe të sjellin klienta në atë biznes. Ky ishte mendimi fillestar. Por u desh më shumë se 3 vite deri në shkurt të 2016 që unë të gjeja për herë të parë emrin e Panajrit Online. Sepse deri atëherë thjesht kisha një ide. Dhe të nisësh një biznes nuk është se duhen lek. Në fillim duhet qartësimi i ides. Dhe qatë ditë që unë më lindi kjo ide, shkova në shtëpi dhe ula dhe për rreth 3-4 orë kam shkruar idenë time se si unë e mendova atë idenë fillestare. Dhe sigurisht, ajo ideja fillestare nuk ka lidhje fare me atë që unë kam ndërtuar sot. Sepse, me kalimin e kohës, sado ide gjigande që mund të ketë dikush, ide gjeniale, ajo ide fillon të transformohet dhe përshtatet në bazë të asaj çfarë kërkon tregu, jo atë çfarë ju dëshironi, sepse mund të kesh një ide shumë të mirë, shumë të bukur, por që ajo nuk materializohet dhe nuk komercializohet, që do të thotë nuk gjeneron të ardhra, dhe një ide që nuk gjeneron të ardhra nuk ka asnjë vlerë. Kështu që për të nisur një biznes online nuk mjafton vetëm ideja, por të duhet një sistem dhe një shërbim që e kërkon tregu. Dhe për këtë gjë, sot unë mund të jap informacione, kemi ide gjysmë të gatshme për të gjithë ata që do duan të nisin një biznes online me kosto zero. Sepse vërtet ideja fillestare e Panajrit ishte që këto shitset të gjenin klienta për biznesin, ndërsa sot është kthyer në një platformë globale ku përveç se i jep mundësinë bizneseve të reklamohen nëpërmjet reklamave me fjalë të kyçe në Google, gjithashtu